Në historinë e njerëzimit, ekzistojnë organizata që nuk kanë operuar kurrë në dritën e diellit. Nuk janë ushtri të mëdha, nuk janë perandori dhe shpesh nuk kanë as flamur. Megjithatë, ndikimi i tyre në botë ka qenë i jashtëzakonshëm. Këto grupe kanë vepruar në heshtje, në prapaskenat e pushtetit, duke ndikuar politika, luftra, perandori dhe ideologji. Disa ekzistojnë me dokumenta të qarta historike, disa të tjera janë fshehur aq mirë sa historianët i kanë zbuluar vetëm pas shekujsh. Ky dokumentar është një udhëtim i gjatë në botën e organizatave sekrete. Jo nëpër mite, por nëpër fakte, nëpër arkiva, nëpër realitetin e vërtet historik, të zhveshur nga egzagjerimet popullore. Ky është rrëfimi i grupeve misterioze, që në një mënyrë ose tjetër kanë ndikuar rrjedhën e botës. Historia e organizatave sekrete nuk fillon me Iluminatin, as me masonët, as me shoqëritë moderne elitariste. Ajo fillon shumë më herët, fillon në lindjen e mesme, me një grup që i friksoi perandoritë më të fuqishme të kohës, hashashinët ose asasinët. Ky grup nuk ishte shoqëri filozofike, nuk ishte lëvizje politike dhe as kult fetar. Ata ishin një orden ekstremisht i disiplinuar, i drejtuar nga Hasani Sabah, një figurë enigmatike që ndërtoi një sistem të bazuar në fanatizëm, besnikëri absolute dhe aksione kirurgjikale kundër armiqve të tyre. Hashashinët nuk sunduan botën, por ndikuan politikën e lindjes së mesme për më shumë se 2 shekuj, duke eliminuar figura kyçe, komandant, prijës shtetesh e deri vezir. Mënyra e tyre funksionimit, infrastruktura, hierarkia dhe metodat e infiltrimit u bën më vonë model për shumë grupe të tjera në histori. Dokumentet e asaj kohe tregojnë se sultanët dhe kryqtarët i kishin frikë më shumë se ushtritë e rregullta, dhe frika është gjithmonë një mjet i fuqishëm politik. Nga lindja e mesme, lëvizim në Evropë, te templarët, një tjetër organizat që mbeti e rrethuar nga misteri, jo për shkak të miteve, por për shkak se fuqia e tyre reale ishte e jashtëzakonshme për kohën. Templarët nuk ishin thjesht luftëtar të kryqëzatave. Ata ndërtuan rrjetin më të zhvilluar ekonomik të mesjetës. Kishin banka, linja kredie, pasuri të mëdha toke, depo armësh, anije tregtare dhe logjistik ndërkombëtare. Ata kontrollonin rrjedhën e paras nga Evropa drejt lindjes së afërt dhe anasjelltas. Në kulmin e tyre, templarët kishin një fuqi financiare që as mbretërit nuk mund ta konkuronin. Pikërisht kjo fuqi çoi në shkatërrimin e tyre. Mbreti Filip i Francës, i falimentuar dhe i borxhuar te templarët, kërkoi të zhdukte rendin, duke i akuzuar për herezi. Arrestime masive, tortura, ekzekutime. Arkivat e sotme tregojnë qartë, shumica e akuzave ishin të fabrikuara. Por miti i thesarit të humbur, sekretet e tyre dhe fundi dramatik i urdhrit i dha templarëve një status të veçantë në historinë e organizatave sekrete. Pas rënies së templarëve, Evropa pa një ringjallje të organizatave të mbyllura, këtë herë jo ushtarake, por filozofike e shoqërore. Këtu hyn Freemasons ose masonët. Por ndryshe nga legjendat popullore, masonët nuk janë krijuar për të sunduar botën. Ata kanë origjinë në bashkësitë e ndërtuesve të katedraleve në mesjet, zanatçinj që ruanin sekretet e profesionit. Me kalimin e kohës, u shndërruan në një shoqëri intelektuale, ku aristokrat, shkencëtar dhe udhëheqës shkëmbenin ide për qeverisje, liri, racionalizëm dhe shkencë. Masonët nuk ishin organizate fshehtë, por organizat me rituale të mbyllura. Në shumë revolucione evropiane, antar të rëndësishëm kanë qenë mason, por kjo nuk do të thotë se masonët ishin motori i revolucioneve. Thjesht ishte e natyrshme që njerëzit më të arsimuar të kohës të gjenin stre në këto loja të mendimit. Ndikimi i tyre në shoqëri ka qenë real, por jo në formën e kontrollit global, më shumë si një rrjet intelektual me ndikim të përhapur. Ndryshe nga masonët, Iluminati ishin të dizajnuar konkretisht për të ndikuar strukturat shoqërore, por realiteti historik është ndryshe nga narrativa popkulturore. Iluminati ishin një grup i vogël intelektualësh të formuar në Bavari nga Adam Weishaupt. Qëllimi i tyre ishte të promovonin arsim, racionalizëm, sekularizëm dhe reforma shoqërore. Ata kundërshtonin absolutizmin monarkik dhe klerin konservator. Ishin aktiv vetëm 9 vjet, u shpërndan me urdhër të shtetit
dhe nuk u ringritën më kurrë. Nuk kanë qenë kurrë shoqëri globale, as organizat kontrolli botror. Fuqia e tyre reale ishte shumë e kufizuar, por mitet që lindën më vonë, sidomos pas shekullit 20, i kthyen Iluminatin në simbol të organizatave që kontrollojnë botën. Historikisht, nuk ka prova për ekzistencën e tyre pas vitit 1785. Ndërsa Europa zhvillonte shoqëri filozofike, në shekullin 19 dhe 20 lindi një grup tjetër, i cili kishte ndikim real politik dhe gjeopolitik, Black Hand ose Dora e Zezë. Kjo shoqëri sekrete serbe kishte një qëllim të qartë, bashkimin e territoreve serbe dhe krijimin e një shteti të madh. Ajo veproi në prapaskenat politike të Serbisë dhe organizoi operacione që ndikuan drejt për drejt në historinë e Europës, përfshirë atentatin e Sarajevës ndaj Franz Ferdinandit, ngjarja që nisi luftën e parë botërore. Kjo është një nga rastet ku një organizatë e fshehtë ndikoi drejt për drejt në rrjedhën e historisë botërore. Black Hand nuk sundoi botën, por ndikoi në fillimin e një lufte që përfshiu gjithë planetin. Në të njëjtën periudhë, një organizatë shumë më pak e njohur, por me ndikim shumë më të madh në ideologjinë e nazizmit, u shfaq në Gjermani, Thule Society. Kjo shoqëri okultiste dhe nacionaliste u formua në Munich dhe ndikoi drejt për drejt në lindjen e partisë naziste. Antarë të saj ishin figura kyçe të NSDAP në fazën e hershme. Edhe pse nuk sunduan botën, idetë e tyre mbi racën, identitetin dhe mitologjinë gjermane ushqyen doktrinën naziste. Thule Society nuk ishte një shoqëri globale, por ndikimi i saj në politikën gjermane ishte i dokumentuar dhe shumë real. Në Shtetet e Bashkuara, një organizatë elitare e mbyllur, Skull and Bones, u krijua në Universitetin Yale në vitin 1832. Kjo shoqëri nuk ishte e përfshirë në politika globale, por shumë antarë të saj u bën senator, drejtues biznesi dhe president amerikan. Skull and Bones nuk është provuar të ketë marrë vendime kolektive për drejtimin e shtetit, por ka qenë një rrjet i fuqishëm i elitës akademike amerikane, i cili ndikoi karrierat e antarëve të vet. Sekreti, ritualet dhe lidhjet e tyre kanë krijuar shumë spekulime, por faktet historike tregojnë se forca e tyre vjen nga rrjeti social, jo nga kontrolli i fshehtë. Në Europën e pas luftës, dy organizata të tjera luajtën rol të rëndësishëm në ekonominë dhe politikat globale, Bilderberg Group dhe Club of Rome. Bilderberg nuk është shoqëri sekrete, por një konferencë e mbyllur ku politikan, ekonomist dhe drejtues kompanish diskutojnë çështje ndërkombëtare. Nuk merren vendime ekzekutive, por ndikimi i takimeve është real, sepse mbledh njerëzit me pushtetin më të madh politik dhe ekonomik. Club of Rome është një organizatë kërkimore që u bë e famshme me raportin Limits to Growth, një analizë mbi efektet e rritjes ekonomike. Nuk kanë sunduar botën, por kanë ndikuar politikat mjedisore dhe ekonomike të shumë shteteve. Nga ana tjetër, brenda Vatikanit, dy organizata kanë pasur ndikim real në reformat e brendshme të kishës, Opus Dei dhe Propaganda Due, P2. Opus Dei është një organizatë zyrtare e kishës katolike, jo sekrete, por me strukturë të mbyllur. Roli i saj është shpirtëror dhe edukativ, edhe pse disa antarë kanë pasur ndikim në politik. Por P2 ishte një rast i veçantë, sepse u zbulua se kishte infiltruar politikën italiane, bizneset dhe shërbimet sekrete italiane. Në vitet 70-80, ky është një nga rastet më të dokumentuara të një organizate të mbyllur me ndikim real politik në një shtet modern. Këto grupe nuk kanë qenë të lidhura mes tyre, nuk kanë pasur një ligë globale, nuk kanë sunduar botën në kuptimin e miteve popullore, por secila prej tyre, në kohën dhe vendin e vet, ka ushtruar ndikim politik, ekonomik ose kulturor. Disa kanë shkaktuar luftra, disa kanë nxitur reforma, disa kanë formuar elita, disa kanë ndërtuar rrjete, disa janë zhdukur, disa vazhdojnë të ekzistojnë si shoqëri intelektuale. Por të gjitha kanë një gjë të përbashkët. Ndikimi i tyre ka qenë më i madh se sa lejohej të dukej në sipërfaqe.
Organizatat sekrete nuk janë magjike, nuk janë okulte me fuqi të mbinatyrshme dhe nuk janë qendra globale kontrolli. Ato janë grupe njerëzish, me ide, me interesa, me ambicione. Çdo grup është një reflektim i kohës që e ka krijuar. Hashashinët i përkasin një epoke ku politika bëhej me thik. Templarët i përkasin një epoke ku paraja dhe feja ishin armët kryesore. Masonët lindën në një epokë filozofike. Illuminati në një epokë revolucionesh. Black Hand në një kohë nacionalizmi ekstrem. Thule Society në një kohë krizash identitare. Skull and Bones në një epokë universitare elitare. Ndikimi i tyre është i dokumentuar, por gjithmonë brenda kufive të realitetit, jo të fantasisë. Dhe kështu, historia e organizatave sekrete nuk është historia e pushtetit të padukshëm, është historia e ideve, rrjeteve, konflikteve, frikës dhe ambicjes njerëzore. Ajo që mbetet e fshehta nuk është eksistenca e grupeve, por mënyra se si historia vet ndërtohet nga njerëz që veprojnë jashtë syrit të publikut. Në fund, organizatat sekrete nuk kanë sunduar botën, por kanë ndikuar në momentet kur bota ka qenë më e brisht.